E shpejt dhe e shishme receta për sot, do të na duhet si fillim 2 vezë, 3 lukos, të 10 ml vaj, dhe pak krip. Do t'i përzijë mirë. Më pas do t'i hedhim pluhur pjekës. Nëse nuk keni pluhur pjekës, mund t'i hedhni një lugë çaj sot buke. Dhe gjithashtu mielin. Mielin do ta hedhim pak nga pak, por gjithsej për këtë recetë do t'na duhet rreth 600 gram miell. Do vazhdojmë ta përzijim. Do t'i hedhim përsëri miell dhe më pas do ta fillojmë ta punojmë brumin mirë, derisa të na formohet një brum që të jetë i butë dhe të mos ngjisi tek duart. Do ta kalojmë tek tavolina punës dhe do ta punojmë brumin për disa minuta. Sa më shumë punohet brumi, aq më i mirë del rezultati. Tek brumi do të hedhim një karrotë mesatare, të cilën e kam kryer në rende. Dhe gjithashtu pak majdanos. Majdanozi është sipas dëshirës, mund dhe mos ia hidhni, por i jep një aromë dhe një shije shumë të mirë. Do vazhdojmë ta punojmë brumin përsëri për 2-3 minuta të tjera. Dhe tashmë brumin e kemi gati. Siç e shikoni, është një brum i butë. Nëse shikoni që ju ngjit pak te duart, atëherë duart mund t'i lyeni me pak vaj. Brenda do ta mbushim me djathë të bardhë. Unë kam përdorur djathë të bardhë, por nëse dëshironi mund të përdorni edhe djathë kaçkavall sipas dëshirës. Pasi i hedhim djathin, më pas do t'i japim forma të rrumbullakta. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë dhe me pjesën e mbetur të brumit. Do të marrim pak nga brumi, do ta hapim në formë pete, që nuk duhet të jetë shumë e trashë. Brenda në mes do t'i hedhim djathë dhe më pas do t'i japim forma të rrumbullakta. Pasi kemi përfunduar me të gjitha, do t'i vendosim në një tavë në të cilën poshtë do të shtrojmë letër pjekje. Nëse nuk keni letër pjekje, mund ta lyeni tavën me pak vaj dhe gjithashtu sipër do t'i lyej me të verdhë veze për të marrë një ngjyrë më të bukur pas pjekjes. Më pas do t'i vendosim në furrë të parangrohur me 200 gradë për rreth 25 minuta. Kjo është dhe në varësi të furrës, disa furra mund t'i pjekin më shpejt dhe disa të tjera më avash. Tashmë siç e shikoni, janë pjekur, do t'i lejmë të ftohen pak. Dhe më pas i kemi gati për t'i konsumuar. Nëse provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndiqni.